E sot në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, ne do t'i rikthehemi një letër që e kemi prezantuar edhe ditë më parë në magazinën Bonbon, një letër e shkruar nga një nënë që është detyruar që ta lërë Kosovën për një trajtim më të mirë të djalit të saj. Unë kam kënaqësinë që sot në një linjë të drejtë për drejta kemi Lindita Nebiu Hyseni. Lindita, faleminderit shumë për kohën që ndat për të realizuar këtë bisedë bashkë sot. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, unë do doja që bisedën ta nisni pak me letrën, me qenë se ka qenë shumë virale, është folë shumë për mesaj. Çka të ka shtyr realisht që ta shkruash atë letër në mënyrë të hapur dhe shumë të drejtë për drejtë? Çka më ka shtyr? Thjesht dëshira për me pas një sistem të mirë fillti në Kosovë, që jam të pas sistemin që e ka Gjermania. Dhe si po shkon... Kom dasht, falë për ndërprerje. Po patjetër. Thjesht kom dasht ca sistem me përjetu çdo fëmijë i Kosovës, sikur edhe që ka fillu me përjetu djali jam Aneli. Që është arsyeja e vetme. E kuptoj. A ka qenë e vështirë vendimi për ta marrë, për t'u larguar nga Kosova bashkë me djalin, me bashkëshortin dhe fëmijën e vogël që keni tashmë? Unë kom apliku në universitet këtu, si profesoreshe rregullt. Me thonë drejtën, pavarësisht kualifikimeve, nuk e kom prit që ka po pranu, po ka dorë Zotin është ta për shkak mundësisë për mi dhonë Anelit. Edhe jam pranu si profesoreshe rregullt këtu, edhe masi që jam pranu, më ka ardhur kontrata në Kosovë me zarf, dhe jam menu shumë, për shkak se nuk e disha a kom i bo ma mira ma kesh djallit. Se arsyeja pse pa ta apliku në fakt, u konë ma shumë Aneli, edhe pse iniciator për aplikim u konë babi, gjithmonë unë ka thonë një ditë pse nuk po aplikon në Gjermani, ka 10 vjetë, por nuk e kom ngu asnjëherë, po dikur tani e kom ngu veç për shkak Anelit. Kështu që vendimi nuk u konë i lehtë, as pak, se u dasht normal në Kosovë me dhonë ndërheqje, si profesorishe rregullt që jam konë, kom dhonë ndërheqje edhe për dekanës, pak para se me dhonë ndërheqje edhe për profesoreshës. Gjithashtu burri u dasht me ardhë këtu, edhe ajo konë të punu atje si mësimdhënës edukatës fizike dhe njëkohësisht edhe ndihmës trajneri i klubit Gjilanit, edhe u dasht me ndërprej këtë aktivitetet veç për shkak Anelit me pas një trajtim ma të mirë me një shtet, menoj që është pak ma i sigur për këta. Dhe si po shkon rrugtimi tashmë atje? A është hap ndonjë derë në mënyrë që kemi një trajtim? Po, më falë se ndërpreva. Kështu që para se me tregu rrugtimin e Anelit, është mirë me ditë edhe prind tjerë që shumë ka rëndësi mënyra që zhvjen këto. Se për shembull unë kom marrë me EU Blue Card për shkak kualifikimit. Po ndëgjoj prej shumë prindve edhe shumë përvojave këto që nëse nuk është për shembull me EU Blue Card, po me lloje tjera të vizave, nuk i ka tani drejtat këtë njëjta sikur fëmijët që janë këto që kanë jetuar që sa kohë. Kështu që shumë ka rëndësi mënyra që zhvjen. Kështu që mas kësaj Aneli ka ardhur në nëntor, unë e kom ardhur vetën tetor, me 6 tetor, më ka dash me lënë beben 7 muaj në Kosovë për 3 javë, që nuk u konë as pak e lehtë për një nanë sa ka lind, halo pa u kthjell për veti me morë një rrugë dhe një sfidë kaq të madhe para vetit. Kështu që u dash me ndërprej komplet proceset atje, me ardhë këtu, me lëmë edhe beben përveç djalit autik, gjithashtu edhe burrin, me lënë atje në Kosovë për një 3 javë, derisa ju kanë bu dokumentat, kanë ardhur nëntor, e prej nëntorit u dash me prit deri 7 janar, kur ka fillu Aneli këtu, shkollën speciale, edhe tash është veç para dite njëherë në shkollë, për shkak se për mas dite njëherë nuk po ka vend, se kishte zakonisht shumë numër të madh të fëmijëve që po kërkojnë edhe mas dite, se fatmirësisht ka dash Zoti që mi qellu shkolla e cila e kishte marrë në 2024 nivel të Evropës, e kishin marrë vendin e parë, sidomos për përgatitje profesionale për këta fëmijë për kur të rriten. Dhe kështu që nuk po ka shumë vend mas dite. Përndryshe, Anelit ja kanë pranuar edhe kartën e aftësisë kufizume, edhe udhëtimin në transport publik që është falas për to. Krejt kjo ka ndiku që mi u pranu ma shpejt, për shkak se unë i kom marrë këtë dokumentacionet prej Kosovës. Ne nuk e dija për ndëgjona, se më do lëvik connection. Po të dëgjojmë shumë mirë. I kom marrë këtë dokumentacionet prej Kosovës, do me thonë
diagnozën prej psikologës klinike, që e falenderoj shumë, diagnozën prej psikologës klinike, e cila e ka përgadit me kodën ndërkombëtare, që ashtu që është lypet ndërkombëtarisht, përveç asaj edhe vlerësimin që e ka pas Aneli në qendrën Hajmerer, i ka kry shumë punë këtu, për shkak se është institut gjerman në Kosovë, edhe krejt këto dokumenta, dhe më thonë i kom përkthy në gjuhë gjermane, përveç kësaj, edhe dokumentin prej shkollës Musa Zajn ku ka qenë Aneli, ka qenë në nënshkruar gjithashtu prej mësuesës kryesore, prej asistentes, psikologës shkollës edhe logopedës, e cila ajo ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm që kur unë kom botërmen te mjekja e shtëpisë këtu, ja ka pranuar diagnozën veç për shkak se i ka pa mënyrën e dokumentave shumë serioze, ku pas Anelin me vete, ka pa edhe aftësinë Anelit, deri ku është edhe çfarë zhvillimi ka. Edhe në mas atij procesi kemi aplikuar më njëherë edhe në KBO, quhet këtu në institucion, që e bën vlerësimin e këtyre fëmijëve prej psikologëve, prej psikiatrit, neurologit e me radhë që në ekip multidisciplinare. Kena aplikuar edhe për shkallë të autizmit, e kam bërë vlerësimin, ju më konë në shtëpi, edhe kam bërë vlerësimin e djalit, tash jemi të prit, në maj e ka terminin, do më thonë prej nëntori deri në maj, do është me prit për terminin, për me bërë që vlerësimin tjetër, që ka të bëj me, do më thonë me, thjesht me pa Anelin se ku e ka zhvillimin edhe nëse ka nevojë dhe ndaj medikament apo diçka tjetër lidhur me. Linita, por me qenë se tani më ju mund të bëni një dallim, kështu po themi, sa i përket trajtimit që bëhet në Kosovë dhe trajtimit që bëhet në Gjermani. Cilat janë ato dallimet më të dukshme që ke vrejt për atë kohë sa je atje dhe ke filluar dhe me trajtimin? Po, ajo që unë e kam vrejt është sistemi shtetëror. Po janë të ndërlidhta institucionet në mesveti. Përveç që po janë të ndërlidhta sistemet këto institucionet në mesveti këtu, thjesht atë rrugën e veprimit po ta tregojnë institucionet, jo ti si prind më ballafaqu ku me shku në tash, ku do të me çu, çka do të me vo. E që kjo për shkakun të mungon në Kosovë, se kur u diagnostifiku Aneli për herë të parë nuk më ditë ku do të me dërgu. A shka do të me bo. E këtu, kom shku te mjekja e shtëpisë, edhe mjekja e shtëpisë ma ka dhënë krejt udhëzimin komplet se shka do të me bo tash unë si prindi fëmijës autik, ku do të me dërgu, në çfarë institucione do të me apliku e krejt. E që kjo mungon. E kjo listë mundet më bo shumë thjesht edhe në Kosovë dhe pa ndonjë buxhet caktuar. Ja, ka mbështetje për të prindrit atje? Ajo pjesa e përvojës. Po mbështetje për të prindrit a ka atje? Në kuptimin e mbështetjes për prind, qoftë psikologjik, por edhe financiar. Që ta shtregoj, ky orari që është masdite, nëse ju kish bo djalit i shkon mbështetje për prind se i kish ra me nejt deri në 4 në shkollë për shembull, po mbështetja është se ata vinë marrin në shtëpi dhe e kthejnë, e përpara unë dashur në Kosovë ton kohën unë ose burri, po shumicën e kohës unë se kam pas orarin pak më fleksibil, u dashur me dërgu në terapia vet, me kthy, me pritë terapia, ato në krejt punë tjera që i kam pas profesionit i kam kryt me prit djalin në terapia. E këtu për shembull nuk e kiqa stres. E kuptoj. Linita, ju në letër keni thënë se... Edhe tjetra është që pagesë prindi nuk merr pse kujdeset për shembull për fëmijën e vet mas orarit që ka të shkollës, po kur ti caktohet që shkolla autizmit tani fëmijës i takon edhe një shumë tjetër jashta asaj shumës që e mori normal që është kindergarten që quhet, atë ato pagesa si konkursuar për fëmijë. E jashta qasaj tani i takon edhe një shumë, po masit i caktohet shkolla autizmit, pa u caktuar ajo nuk takon. Linita, ju në letër keni cekë se sfidat rriten me moshën. Çka ndodh me fëmijët autik në Gjermani? Si vazhdon trajtimi i tyre tutje? Tash unë nuk Aneli ka 11 vjet, edhe unë deri tash i tregova këtë përvojën që kam pas për 6 muaj. Edhe fatmirësisht këtë proceset ma kanë shku ndoshta më shpejt se që shkojnë tjerëve, prapë mendoj që është ndihma e Zotit. Mbi të gjitha, po edhe dashamirëve që na kanë ndihmuar në procese të ndryshme, në kuptimin që na kanë suportu me aplikime, me kështu, aty ku s'kum ditë diçka, ka shqiptar këto që jetojnë, edhe vlen me përmend është Pashie Halidi, e cila jashtëzakonisht shumë më ka ndihmuar në çdo aplikim. Asnjëherë nuk ka hezitu, me orar pa orar, ka hi online, veç për me u bo këtë proceset që është mas mirë të Anelit, që e falenderoj publikisht, se një obligim moral thjesht, është pa shumë së mëj me bo, po kjo është një ndjenjë që më vjen spontanisht për me falenderu. Kështu që krejt këto procese
për 6 muaj është që kjo periudha, po për matutje, krejt që ka muj me thonë është që po më vinë mu do emaila prej shkollës, që pesho që kanë aktivitete kur të rriten këta fëmi, përveç asaj, kur im konë në Open Day, që është ditë e hapur, kur im konë me po vizit shkollën, se që do këtë e sanë, ata më kanë tregu që kjo pjesa ka të dytë, janë fëmi që janë boshën mbi 18 vjetë dhe që jetojnë këto, më tha. E kështu që adhe tash nuk e di që shka më konë procesi për Anelin, nështë adhe ati ka me me shku me jetu në fakt ata i qujnë student, adhe sikur na që shura kënë studime, që tash nuk e adit këtë sanët vetë, paka shumë e kom të kuptu që si sistemi ka. Lindita, nëse sot... nuk më me folë për atë pjesë që se kom përjetu. Po e kuptoj, tani shumë qartë. Nëse sot do t'i drejtohesh drejt për drejt institucioneve në Kosovë, a keni cili do t'ishte ndoshta ndonjë mesazh që do u thonit, do i kërkonit atyre? Në fakt me letrën e hapur drejtum kryeministrit e kom bove që atë kërkesën tem, si një non e një fëmijë autik, që nuk ka të bëj as pak me politik, po ka të bëj me një dëshirë shumë të madhe që krejt fëmijët e Kosovës me pas njëjtin trajtim që Aneli ka fillu me pas në Gjermani, që kjo është këtë kërkesa jam. E di që nuk mund ashta më krasu, thoj nuk mund më krasu Kosova me Gjermanien, se vynë ko për sistem, po, ama para këtë që tyne, vy një dëshirë e madhe, edhe një motiv i madhe, e që tani që e dëshira dhe motivi, e pjen edhe bugjetin edhe realizimin me nëjë. E që kjo do të më theksu ma shumë, edhe me pas një ndërgjegje se autizmi nuk të vetë, aje profesor, aje minister, aje kryeminister, sot jam e prej këto nësë nështë si profesorish, nesër më prej dikush tjetër, në fëmi, ose nashta edhe një pa në mesa, nuk është që kam qef më prek, po thjesht është një diçka që ti nuk e din kush kur preket, edhe për me flajt me ndërgjegjet pastër, për këta fëmi i shkon mirë me fillu procesin e realizimit të një sistemi shtetëror për këta. Unë e kom dërgu edhe një ide, të kryeministri edhe të presidenti, jam aret i kom dërgu email, e kom dërgu një ide me kriju institute në Kosovë, pikrish për këtë çështje, edhe këtë atë ide e kom realizu në bibliotekë qytetin Gjilan, isha të mësu diçka tjetër, të e bu një falpunimi shkencor, edhe veç jo më nalim ka ardhë si ide komplet për shkak përvojës, që ne kom pas me Anelin, shka më ka mungu mu, mirë po ne peshoj çdo ditë ma shumë, që ajo ideja që ne kom po prej shpyrtit, është shumë e ngjashme me sistemin këto, është shumë interesant. Kur dënë diçka me bo për një me shpyrte, që lëm një sistem që ka vënu plët veta bashkë. Uroj që të merret parasysh, sepse është një ide shumë e qelluar. Unë të falenderoj shumë për kohën që ndave fillimisht, e di se ke pas angazhime shumë, por ndave kohën, tregove pak nga historia jote, dhe urojmë që Aneli të ketë vetëm ditë të mira, të ambientohet sa më mirë tjetë e mundur. Faleminderit shumë për ftesën, dhe për ngritjen e çështjes së autizmit, dëshiroj që këtë mediat me ngrit çështjen e autizmit, jo veç letës hapur, jo veç në prell për çdo ditë, në mënyrë që sa më shumë ndërgjegjësu edhe me kuptu me të vërtet edhe institucionet që është diçka një kërkesë shumë esenciale për këta njerëz. Lindita, faleminderit shumë dhe shumë suksese në këtë rrugtim që veç keni filluar. Faleminderit shumë, krejt mirat për juve.